اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور أنت الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير أنت الهمام تقود في سجن الخيانات الصقور أنت الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير. Selam aleikum, hoxhë nderuar. Më ka vdek një afër dhe vajza e saj dëshiron të bëjmë me vlut. Sa është e preferuar prej Islamit kjo? E nëse jo, çka më këshilloni ju? Lusim Allahu subhanahu wa taala, që atë dekur Allahu ta mëshiron, veprat e mira Allahu që pranon, e prej gjunave dhe të këqijave Allahu ta pastron. Sa i përket me vludit, me vlut do me thonë kremtimi apo festimi datëlindjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fillimisht ajo vajzë duhet ta dinë se ki me vlut fare nuk i sell dobi të vdekurit. Argument se nuk i sell dobi të vdekurit, për arsye se shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam s'kan bë me vlut as për gjallë, as për vdekit. E ditë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka tregu me një hadith, apo me më shumë se një hadith, që çka ja arrin të vdekurit, apo me fjalë tjera, prej cilave vepra ka i dobi i vdekurit. Transmetohet nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i cili ka thonë: Idha mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min ihda thalath. Ka thonë kur të vdes bija e Ademit, i ndërprehen veprat. Do me thonë s'ka dobi prej veprave që vepron dënjo përveç këtire trit. Njënën prej atinve që e ka përmen ka thonë sadakatun gjarje. Nëse jipet sadaka për një të vdekur, sadakaja i arrin të vdekurit, do me thonë ka dobi prej asaj sadaka që jipet me një jet që se vapët asaj sadakas me i shku të vdekur. Sadakatun gjarje. E waledun salihun jedu leh, ose kalon fëmi të hajrit që bojnë dua. Do me thonë me bojnë dua për të vdekurit, i shkon gjithashtu të vdekurve, edhe kanë dobi prej duas nëse ja bojnë ata të gjallë të vdekur. E treta, ilmun jun të feubih, gjithashtu prej veprave që i shkojnë të vdekurit në këtë hadith, që e ka përmen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është nëse kalon fëmi të hajrit, nëse kalon dituri, dhe prej asaj dituris ka dobi aj. Kalon do me thonë diturin këtë dunjo, prej asaj kanë dobi njerëzit, ki se vap i shkon të vdekurit. Kjo është një hadith për hadith. Një hadith tjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se prej veprave të cilët i shkojnë në ahiret, është të vepruarit, dhe thonë çdo sen që i vepron fëmia e tij. Pasi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, el waladu min kasbi, wal waladu min kasbi, dhe fëmiu është prej meritave apo prej kontributit që e ka dhënë babai për ta. Do me thonë nëse kalon fëmijë të hajrit, çdo të mirë, çdo hajr, çdo të mirë që e bën fëmiu i tij në këtë dunjë, ati në ahiret i shkojnë. Gjithashtu prej të mirëve të cilët i shkojnë në ahiret, është nëse prindri ja mësojnë Kur'anin e Kerimin, fëmijëve të tjerë, ditën e gjykimit, veshën me petkat e xhennetit prindrit dhe i vuhet kapela e xhennetit prindërve për shkak mësimit Kur'anit e Kerimit fëmijëve të tjerë. Për këtë arsye vëllai i dashur musliman, sa je gjallë përpiqo që Kur'anin e Kerimin t'ja mësojsh fëmijëve tuaj, që në ahiret të vishesh me petkat e xhennetit dhe të vuhet kapela e banorëve të xhennetit. Gjithashtu prej veprave të cilët i shkojnë të ahiret, që i kanë ardhur hadithe të vërteta, nëse i vdekurit i kanë metën agjërim, me agjëru farze, do thonë nëse të vdekurit i kanë metën borx me agjëru. Fëmijët e tij, nëse agjërojnë me nijet për ta, gjithashtu i shkon. Do me thonë me kushti, nëse ai kalon farz, i kanë met farze pa i kri, pa i bon kaza, atëre lejohet që të gjallët që të bojnë kaza
apo të agjerojnë për të vdekurin. Pra Allah s.w.t. nuk i ka mbyll dyert e të mirave që ne kena mundësi që t'i nderojmë të vdekurit. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjithë këta hadithe që na ka treguar, edhe hadithe tjera që na flasin se çka i arrin të vdekurit, nuk na ka tregu fare për premtimin apo festimin e mevludit për të vdekur. Tash fillimisht duhet ta kupton kjo vajzë se nuk i sill dobi fare mevludit të vdekur. Duhet ta dinë se nëse ajo e vepron këta, ka gjuna në dunja. Ka gjuna në dunja. Normal se ndoshta ka mundësi me thonë se në ta çfarë gjunoj bëhet, ndëgjoj çfarë gjunoj në mevlud bëhet. Nuk po hin detaje, do me thonë vargjet e mevludit, sa shirke shqiptohen në tam, mirë po, unë po flasë në përgjithësi. Gjunoj i cili bëhet me kremtimin e mevludit, është për arsye se shpikët diçka e re, apo veprohet diçka në dinin e Allahut, që se ka vepru as pejgamberi sasem, as shokët e tij, as ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe as që është i kënaqur që të kremtohet apo të festohet datëlindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dashka mundet me thonë po çfarë të keqe ka nëse pejgamberi Allahut nuk e ka vepru, apo nëse shokët e pejgamberit Allahut nuk ka kanë vepru, kurse në ta lexohet Kurani i Kerim, në ta tregohet nasihat, në ta folen fjalët e mira, në ta mblidhen dashamir, në ta dhe kështu, e keqe cila është në mevlut, është ajo që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu me hadith të vërtet, që e ka nxjerr Imam Muslimin sahihun e tij, nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Men amila amalan, ai që vepron një vepër që na nuk kemi urnu që të veprohet ai vepër, ajo vepër nuk pranohet në ahiret. Mevludin pse e ban për të pranu, apo e ban për mos të pranu. Nëse e ban për mos të pranu, atëherë në tam veç ban masraf, po të kësaj e ban një bidat, e nxjerr një risi në dinin e Allahut që nuk e kanë vepru të parë tonë, apo vallë don me i thonë vetës tënde se ne jem ata që e dojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ma shumë se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo ma shumë se shokët e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo ma shumë se sa njerëz e gjeneratave të para. Normal se s'ka mundësi askush këta me vërtetu me vepër, parasysh se ata kanë qenë njerëz të cilët e kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ata e kanë tregu me vepra, e jo me festimin e mevlud, jo me ngranjen e taklive, jo me dëfrimin e kësaj dënjaj, pa ata e kanë tregu dhe kanë sakrifiku, kur a ofendu pejgamberi Allahut, kurse sot ofendot pejgamberi Allahut, ata me vludgjit nuk i nin fare zonin e tyre, si kurse të jenë të vdekun këtë dënjë vallë, a jeni ju që e dëni pejgamberin e ju, ku e keni zonin sot, apo për shkak se sot takli nuk ndahet, apo për shkak se sot gjepat nuk nxehen, apo për çka, do me thonë që ne sot pejgamberin e Allahut subhanahu wa taala kur e nënçmojnë dhe ofendojnë krijesat më të nënçmume në këtë dunjë, të cilët nuk din të pastrojnë veten e tyre, e faktikisht nim prej atinve të cilët kanë ngrit një kohë zonin, apo ngrisin kohën e mevludin zonin, që ne duhem të nderojmë pejgamberin e Allahut, kur ka rasti për me nderu pejgamberin e Allahut, kur ka rasti për me mbrojt pejgamberin e Allahut, kur ka rasti me thonë një gjithë fjale për pejgamberin e Allahut, ne nuk e ndëgjum as një fjalë. As bota, do me thonë shqiptare, muslimane, nuk ndëgjoj dhe një fjalë për pos, njerëz të cilët ndoshta numërohen në gishta, për këtë arsye me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo me dash Allahun subhanahu wa taala, do me thonë me ndjek rrugën e pejgamberit Allahut, me ndjek rrugën e të parëve tonë, me ndjek hapat e tyre, nëse dojmë që të arrijmë kënaqësinë e Allahut dhe kënaqësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, kjo jo që shkon të vdekurit, po me këta do me thonë bëhet mëkat,
për shkak se ki shpik diçka në din, kurse Allahu ka thonë në Kur'anin e Kerim, el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot ja kam plotsu dinin tuaj. Vallë, pe Allahu po thot e kam plotsu dinin e Allahut. Pasi që më dini Allahut që ka plotsu. Vallë, pse pejgamberi Allahut apo Allahu nuk ka folë për mevludin fare, po ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nëse shpiket një bidat, nëse del një bidat, do e mos duhet të nxjerrët një sunet, për arsye se a plotsu dini Allahut me sunete, pa ata mjafto dhe ti me ato që i kanë mjaftu të partë ton, do ta fitosh ata që e kanë fitu të partë ton, dhe do ta meritosh të të përgëzosh me ata që janë përgëzu të partë ton, për këtë arsye dhe vludi vërtet është me het pas hapove të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e nuk është me vlut që një nat apo një dit apo një muj në vjet të festohet datëlindja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E nëse shikon ata që e festojnë, do të shif se asnjë shenjë nuk e kanë që lajmërojnë apo na tregojnë se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i ka pas këto shenja. Për ata lusmi Allahu subhanahu wa taala që të na kthen dinin e Allahut, na kthen sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam që ka mësu, edhe lusmi Allahu subhanahu wa taala për ata të vdekur që i për muslimanëve që kanë shlu në ahiret, Allahu t'i mëshiron me xhennet. Për asie se kjo lutje është i shkon. Pra nëse e don një të vdekur, kapo për ata që janë se sigurt. Për me vlut nuk ka fare argument, për ata kapo për argument nëse jeti dashamir apo e don ata realisht. Allah subhanahu wa taala mirë din. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من